Unë mas shumë të kom dëshirë me bashkëpunu me njerëz që i din çka dojnë. Njerëz që s'din çka dojnë, atëre nuk din as për jetën, jo veç për pjesën e shitjes. Absolutisht. Elementi kryesor për me pas sukses është me ditë më koni qartë në ato çka do në jetë. Sa i përket qartësisë, kjo ndihmon shumë vendosje objektivave. Na në pjesë e programit trajnimit e kemë vendosje objektiva personale, profesionale. Do me pas çfarë veture do me pas, njëra për pyetjeve është. Du Mercedes, Audi, Lexus, whatever. Sa ndo, arsyeja pse? Për status shoqëni, për komoditet, për siguri, whatever, çka është, pe dim tash pse. E treta, çka du me bo për me arrit ato? O du të me punu shumë, edhe me kursy. Datën kur do me vendos. Edhe thot, pa një vit, 2-5 muj, whatever, me shkryesore, du të me misjarë gjanat. E mora si shembull këto. E marim shembull, atin shembull ndryshëm. Udhëtimet, me bo shpinë, me ati krejtë se na i sharojmë që fillim, edhe funksionojnë. Ne shumë shpesh na dërgojnë, pjesëmarrës trajnime në akademinë tonë të ekselencës së biznesit, na dërgojnë të qëtë nisë, basë njërive që i ke marrë për te, kom le Mercedesin, ta dërgojnë fotografinë, faleminderit shumë. Ajo Zoe është frizer, të na, e bukra aksena që thash që është gjithë jonë përfshinë, që të na, trajnimi marrin pjesë prej profesorëve ndryshme në akademi. Ka qenë dhe kjo ekipa ju. Edhe avin doktora, arkitekta, shitsa, furazi, frizere, njerëz biznesit, i marrin gruat, i marrin fëmijët, është një komunitet shumë jashtëzakonshëm. E kënaqësia më e madhe është kur dërgon një dëshmi, e kom realizuar sot një shitje kaq me shumë lehtësi. Ose e kom blej Audin që peshin, ajo Zoe është një frizere, një Zoe një EPS, e kom pas sfidën më të madhe gjatë sezonit, punëtorët ma kalon, punëtorët kryesorë ma kalon punën, edhe kom shumë mirë. Edhe mandej tha, e kom menaxhu qash mirë, dhe që kom përbaj që atë menzean që kom mësu, edhe që rezultati, që pesin e bardh na që fotografinë. Edhe tha, jo me emocionu, tha, kur e pash grupin tjetër, se më kujtu, unë kur im konë me grupin tonë, kësi rezultate ka shumë. E sa tash po kthehem te kjo pjesa e refuzimit. Refuzimi, unë mendoj që është një njeri cili refuzon, ose një njeri cili kërkon më tepër, atë më shumë informata, është i vështirë, unë mendoj që ata njerëz janë të interesum, realisht. Nuk kanë asgjë personale me ty, një. E dyta është që a dim se mendoj, sepse a një njeri që ta bën rafsh, ka sa i mirë produkta, kështu, edhe zhduken kur më nuk ishe. E qaj që të refuzon, aj që nëzirë pak të lasht, interesohet në shumë, jo çmim, jo çfarë produkte, e me çfarë është